Atëherë përshëndetje gjithëve. Ne ardhmë në këtë prezantim të librit të një botimi 4 vëllimsh i cili titullohet Lezhë, analizë e regjistrimit austriak të vitit 1918 të autorit Evaristo Coli. Në fakt është një botim i cili është i ndarë në 4 vëllime që ka një rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm historike, po edhe demografike për kohën, ku në një mënyrë krejt, po themi, të detajuar janë studiuar edhe janë regjistruar jo vetëm numri i popullsisë Lezhës në vitin 1918, e cila ishte ndarë në 4 komuna, por edhe mosha e secilit, rolin familje, pra struktura në hierarkike në familje, alfabeti, ndarja gjinore, por edhe ndarja urbane dhe rurale. Si që thash, libri është i ndarë në 4 vëllime, ku janë komuna Dajq, komuna Lezhë, Malësia Lezhë dhe komuna Valldes, cilën gjithë dini që aso kohë i përkiste rrethit Lezhës. Unë në emër Pallatit Kulturës, Drejtorisë Kulturës, Bibliotekës Lezhë, du t'i uroj mirëseardhjen autorit Evaristo Coli, dhe gjithashtu botuesi i tij Frano Kulli, që përbën një duo, një bashkëpunim shumë efikas, shumë dinjitoz, cilën nuk e tregon vetëm ky libër, por e tregon edhe dëshmon edhe prezenca juaj sot këtu, që do të thotë që Frano. Përshëndetje të gjithëve. Një falënderim për zemër për secilin për jush që keni lanë angazhimet tuaja dhe gjendeni në këtë orë, nuk di se sa të përshtatshme në këtë sallë, e cila vërtet është e lakmueshme emocionalisht, jo vetëm për autorin, por edhe për mua, nëse rastje përvoja e gjatë kështu na ka mësuar me eksperiencë kam aty shit. Ju falenderoj me gjithë zemër të gjithëve emrin për emrin që jeni këtu. Një falënderim të veçantë kam për kryetarin e bashkisë, zotëni Pierin Neron, i cili edhe mund të vejë për momentin, por që ka qenë plotësisht dakord që t'ishte i angazhuar me këtë paraqitje të kësaj kolane liber sot. Sigurisht zotëni Pierini e ka ofruar gjatë gjithë kohës atë dashamirësinë dhe prezencën me evenimentet e kulturës, por në këtë rast edhe për vetë rrethanat e kësaj kolane librash e ka prit me shumë kënaqësi dhe unë e falenderoj, siç falenderoj të gjithë aksesorët, punojësit, dashamirësit e kulturës që janë angazhuar për të ftuar dhe për të organizuar një sallë tillë kaq simpatike. U zgjata me hyrjen, tash çka është botimi për shkena mbledh sot? Është siç e tha Liridoni, unë i thënë Liridoni, shkrimtari Liridon Mulej, si që tha Liridoni, është një kolan me 4 vëllime, po me të njëjtin titull, Lezhë 1918, analizë statistikore, po themi, e këtij regjistrit. Ideja e fillimit për këtë bashkëpunim është e hershme. Evaristoja, autori është marrë me punimin e këtij libri që nga viti 2020, pra që atëherë ka filluar me mbledh landën arkivore, sepse në parantezë ky libri ose librat janë një landë arkivore e asaj periudhe që janë në shumë, për cilën më thamë, pra të kohës perandorisë austriake. Konkretisht është censusi, regjistrimi i popullatës dhe i elementeve tjerë demografik të asaj periudhe. Historiku shkurt, sepse ma gjanë është do t'i thotë Evaristoja, është i tillë që në vitet e perandorisë austriake këtu, pra nga viti 1916-18, në 3 vitet e saj, perandoria më fuqishme e kohës, e cila ndodhi këtu si invaduese e Shqipërisë vogël, megjithatë brenda 3 muajve gjatë vitit 1918 arrin që administrata e saj me specialistë të sjellë nga Austria të bëjë këtë census, i cili unë 2 shifra po ja marr Evaristos, është një regjistër që përfshin paka shumë gjithë Shqipërinë londineze të kohës. Domethënë në 28.000 km2
janë është populata e rreth 20.000 e diçka kilometër katror janë përjashta që nuk janë futur në këtë regjistër një pjesë e rrethinave të jugut të Shqipërisë për shkak të invazioneve të tjera që ishin në atë kohë forcat huaja, fuqi të mëdha që i kishin në zap në sunim. Në mënyrë precize që ju do të keni rastin kush e dëshiron të njohë librat dhe do të kuptojë që është një regjistrim kaq profesional, kaq i detajuar, sa që do të ishte lakmueshëm edhe për sot. Dhe një regjistri i tillë është bërë thamë në fundin në shtatorin e vitit, ka përfunduar shtatorin e vitit 1918. Një moment teknik editorial është se në idenë e parë Evaristo ja kishte konceptuar si një libër të vetëm në titullin Lezha dhe e pa më të arsyeshme për me e konceptu botimin në 4 libra. Ky studim edhe botimi i tij mbetet një pararoj, kam idenë në gjithë qytetet tjera të Shqipërisë, ndoshta Lezhë është qyteti i parë që ka një regjistër të tillë të risjell një shekull më vonë që për nga dënësia, për nga elementet, unë e shfletova librin dhe të jemi sinqert jam çudit me detajet, pra ka një ndarje strikte të personave që janë që dinë të lexojnë dhe të shkruajnë, pra kush shkruan në alfabet latin dhe kush shkruan në alfabet turk, që për nga struktura dhe nga serioziteti jam i bindur që konkurron edhe censusin e ditëve të sotme që është një shekull më vonë dhe për te gjithë ndjesive ose për te gjithë informacionit këto libra kanë edhe një element emocional kur secili prej jush mund gjej pasardhësin e tij, trungun e familjes tij që e te kalon ndoshta gjithë strukturën e studimit, por për të na folur edhe pak më shumë për këtë studim, për të shtuar diçka ndoshta në atë që Frano e zauroi, unë du të ftoj studiuesin Ernest Marku i cili ka fjalën e radhës. Unë jam në kontakt me këto material. Kur Evaristja del me këtë libër, Mikael, që botimet fishta me Franokullin, po i nxjerrin, del që libri është përpunuar dhe ka dalë, materiali është përpunuar dhe ka dalë një formë më shkencore, më të thellë, duket besoj dhe ndikimi i Kastriot Markut, dhe aty ka të dhëna për profesionet, për arsimin, pra është konceptu një dokument dhe një material, një punim shkencor mbi bazën e materialeve dhe dokumentave që kanë bërë austriakët në vitin 1918. Është shumë interesante, për shembull unë shoh Dinishtin, që është fshati im, shoh një person i cili din alfabetin latin. Edhe futëm shoh ky na del edhe ky për fatin keq temin edhe ky del Shkodran, është mësuesi që banon blinisht. Nuk është një blinisht, as tam kush është ky, e cila shtëpia pas këtë rrok 1918 që pas ka ditë alfabetin latin, ka ditë me shkruajtë me lexu, edhe ai del Shkodran, nuk më del blinishti si jem. Një person tjetër del që ushtron një profesion që nuk është bujqësor. Edhe ai del një farktar. Edhe ai nuk ishte as blinisht, po ishte mbirej, që është i njëjti fshat, si i thon blinishti mbi ur, blinishti në ur, dhe ky ishte farktar. Gjon Gaspari ndoshta e din, e merr me mend se kush ka qenë farktari që ka punuar në mbirej, pra të dhënat e tilla janë të shumta, çdo fshat mundet me përveç lidhjes familjes vet, kronologjinë si ka ardhur pema familjare me fjalë nga vjen ku vjen, pa të dhënat janë të sakta, kanë jo vetëm fshatin nga ku janë marrë nuset e shtëpisë, nga cili fshat kanë ardhur, edhe hysmeqarët. Për shembull del Bibllëqi aty Simon Hoca i hysmeqar, po duhet i them për pak fjalë për Evaristën, tash është një njeri, një punëtor shumë i mirë, edhe një njeri skrupuloz, i merr gjanat me avash, pra ka vite, ndoshta nga dokumenti i parë ka ngaluar më shumë se 10 vjet, kontakti i parë që ke ra me të tilla materiale, po Evarista avash punonte, i hillte, i merrte materialet, i hillte atje në atë kompjuterin, edhe ndoshta mund të akuzojmë kryetarin e mëparshëm bashkisë që e lejonte Evaristën që me punu në kohën e punës me i kry këto punë,
Mund ta akuzojmë edhe në kryetar tjetër për mua, tash po për Evaristën është përgjegjës dikush tjetër. Po për ta thënë sa punëtor ishte Evaristi. Faleminderit Ernest. Ty urojmë edhe mirëseardhjen kryetarit të Bashkisë Lezhës zotit Pierre Ndreu. Një botues nga Shkodra, para pak ditësh Meritan Spahia, kur bëri një promovim këtu më tha, Liridon tha, pjesëmarrje shumë e madhe Lezhë gjithmonë. Dhe kjo është një tregues që një qytet që e don artin shumë, që ka pjesëmarrje, tha, do të thotë që e ka një farë lloj mirëqenie, tha, se kur nuk ke mirëqenie, tha, nuk të bimen për artin edhe për kulturën. Në fakt sot Lezhë konstatoj që është motor edhe është qyteti ndoshta i vetëm në Shqipëri që i dedikon kaq shumë hapësirë dhe kaq shumë vëmendje librit, letërsisë, artit edhe kulturës. Besoj e keni kuptuar që fjala përshëndetëse është për kryetarin e Bashkisë Lezhë, zotin Pierre Ndreu. Të gjithëve, shumë faleminderit për ftesën. Për mua është gjithmonë kënaqësi që të marr pjesë në aktivitete të tilla, sepse janë aktivitete që shkojnë në profilin shpirtëror dhe japin më shumë mesazhe pozitive dhe kjo është për t'u përshëndet. Tani kjo etiketimi im si shpiksi i këtyre gjërash më pëlqen, se unë kam bënë gjë tjetër përveç se mundohem të hap rrugën që ata që merren me art, me kulturë të zhvillohen dhe të ecin para dhe bashkinë të kenë partner. Kjo është roli im. Se pastaj brumi që është këtu në Lezhë është një brum tashmë i konsoliduar, janë pena, janë njerëz që vazhdojnë të prodhojnë dhe të lënë shenjë dhe ta bëjnë Lezhën krenar. Në rastin konkret Evaristi është një ndër ata dhe unë e komplimentoj për atë që ka bo, që ka sjell, megjithëse unë se kam pa, që jemi realistë, mos bëj një gabim shumë ka sjell diçka që na duhet ta dim, cili ka qenë censusi i dikurshëm ose hungarez për zonat që mbuloshin ata, çfarë profesionte struktura kokullësisë atëherë, etj. Gjithkush që vjen i tull në evidentimin e gjërave të tilla është i mirëpritur. Dhe Lezhës i bën nder, i injekton një adrenalin edhe një mënyrë të sjellurit të cilën ne duhet ta interpretojmë së bashku pavarësisht nga dallimet pikpamjet të ndryshme që kemi. Kjo në fakt mendoj se në kohën e tanishme, pavarësisht nga kush ka qenë drejtues këtu, por ndërkohë, po edhe në kohën e tanishme ka filluar duke ecë në ditën e ritëm, në ditën e harmoni, pa turbulenca, që tregon se Lezhë të paktën të artit e kultura është në një muzikë, pra i bie një muzike. Shumë faleminderit Evarist që bëre pjesë të kësaj dhe të inkurajoj që të vazhdosh atë që ke më për zemër. Faleminderit Frano që kontribon gjithashtu në jetën e përditshme kulturore të Lezhës. Do t'ja u them edhe një herë që Bashkia e Lezhës do të jetë gjithmonë në krah. Pa absolutisht asnjë lloj paragjykim, pa asnjë diskutim. Gjithkush që mundohet ta energjizojë jetën e përditshme të Lezhës është i mirëpritur dhe ne jemi aty. Shumë faleminderit dhe do të kërkoj ndjesë se për 3 minuta unë duhet të ik prapë, se kështu janë agjendat. Kur mi bëjnë agjendat të fëmijët, fillojnë diskutime gjata, stërgjata dhe mu më del koha nga konteksti, megjithatë ndihem shumë mirë që erdha dhe i thash dy fjalë në këtë takim kaq të bukur. Evaristo, fjala është për ty. Ju falenderoj me zemër për praninë tuaj sot në këtë promovim të veçantë. Kemi nderin të prezantojmë kolanën e librit Lezhë 1918, analizë e regjistrimit austriak. Ky botim sjell për lexuesin lezhjan një nga regjistrimet më të plota dhe më të rëndësishme të fillim shekullit 20 në Shqipëri, të realizuar nga një nga perandorive më të mëdha të kohës, perandoria austro-hungareze. Censusi austriak i vitit 1918 ishte regjistrimi i parë modern dhe i detajuar i popullsisë së Shqipërisë i kryer gjatë luftës së parë botërore nga administrata ushtarake e monarkisë austro-hungareze. Ky proces përfshiu pjesën më të madhe të territorit shqiptar në kontrollin e tyre, duke lënë jashtë vetëm zonat jugore si Korça.
dhe u shndërrua në një burim të pazemësueshëm për historinë demografike të vendit. Në mars të vitit 1918, autoritetet ushtarake organizuan regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë. Qëllimi nuk ishte vetëm numërimi i banorëve, por edhe mbledhja të dhënave të hollësishme për çdo individ, përdorjen familjare, vendbanimin dhe strukturën socio-kulturore. Për të siguruar saktësi, u numëruan shtëpitë dhe vendosën emrat familjare përpara fillimit të censusit. Ky regjistrim është vlerësuar si një nga më të plotat dhe më të saktë para vitit 1945, duke u bërë bazë e rëndësishme për studimet demografike dhe historike. Pas përfundimit të luftës dhe tërheqjes së trupave austriake, origjinali i regjistrimit mbijetoi pothuajse i plot dhe ruajt në arkivet e Akademisë Austriake të Shkencave. Me këtë vepër hapet një dritare re duke qenë burimi i çmuar për studiuesit e statistikës dhe historisë. Arkive gjallë për çdo familje që kërkon të rindërtojë rrënjët e saj. Dëshmi e fuqishme e mënyrës se si shoqëria shqiptare u regjistrua dhe u pasqyrua në vitin 1918. Ky libër vjen fal gatishmërisë e botimeve Fishta dhe mikut Franu Kulli, të cilën mbështetën që në fillim idenë dhe realizuan botimin e kësaj kolane, duke parë jo thjesht si një burim, si një botim, por një dhuratë për historinë dhe kujtesën tonë kolektive. Ai vlerësohet si një urë që lidh të shkuar me të tashmen, dhe si një thesar që do të mbeti i vlefshëm për bresat që vinë. Lesha 1918, analizë e regjistrimit austriak, sjell një analizë të plotë e regjistrimit të nënprefekturës së Leshës të vitit 1918. E cila në atë kohë ishte organizuar administrativisht në 4 komuna: Komuna Leshës, Komuna Malësisë së Leshës, Daqit dhe Vaut të Denjës. Çdo komunë përfaqësohet nga një vellim i veçantë. Libri i parë, ai i Komunës së Leshës, sjell analizën e plotë në nivel nënprefekture, duke vazhduar me analizën e komunës dhe duke konkluduar me përbërjen familjare të çdo lagje të qytetit apo fshatrave. Ndërsa 3 librat e tjerë sjellin analizën dhe përbërjen e komunave të tjera, përkatësisht Malësisë së Leshës, Daqit dhe Vaut të Denjës. Publikimi të dhënave të këtij regjistrimi është bërë me autorizimin e Arkivit të Vjenës me datë 13 shkurt 2020 si zotëruesi e tij. Faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen dhe mbështetjen që jepni kulturës dhe historisë sonë. Faleminderit shumë, se jam shumë emocionuar nga gjithë kjo pjesëmarrje. Për këtë studim sepse në profesionin tim bazë jam ekonomist kontabel dhe unë jam marrë me statistikat. Edhe kam mësuar se statistika vjen nga fjala status që do të thotë shtet. Kështu thot profesori Aselvalo Gjerman. Edhe i duhen shumë, nuk mund të bëhet asnjë analizë, asnjë politikë bërje pa dhëna statistikore, edhe të demografike edhe ato mbi territorin. Janë themeli i gjës. Kështu që çfarë na jep mesazh puna e Zotit Coli, me cilin kam bashkëpunuar kur punoja në Këshillin e Qarku, dhe është një njeri jashtëzakonisht i sjellshëm dhe jashtëzakonisht punëtor, dhe unë e falenderoj dhe kam kënaqësi të jem të festë të tij të punëve studimore. Aty sillen, nuk është e thënë që s'ka studime të tjera dhe të popullsisë shqiptare, se janë letërsia relatore që prifrit i kanë thënë ato që heret, që është në 1610 e kemi shënime për po jo në këtë mënyrë të detajuar. Çfarë ndodh dhe çfarë mësimesh na jep për administratorët që janë sot, jo vetëm qeverisë vendore. Kemi një traditë shumë të bukur, por ne shqiptarët zakonisht flasim për pushtetin dhe jo për shtetin. Ne do të luftojmë çdo ditë ta forsojmë pushtetin dhe çdo ditë ta marrim e ta ruajmë pushtetin. Kjo është një motiv krejt normal dhe s'ka pse të shqetësohet askush për këtë. Por edhe në kohën më herët mashin rrethet, mashin i vjetar, quhej vjetari statistikor. Është shumë i rëndësishëm që bashkitë, kudo që të jetë, kenë një vjetar, kenë një zyrë të veçantë statistike, jo vetëm për dhënat demografike, por situatën sociale, për njerëzit që marrin me pensione, pensionor. Mbi këto baza ndërtohen pastaj strategji të reja, planifikime të reja, dhe është shumë i rëndësishëm. Unë të falenderoj Zotit Coli dhe të uroj që vijimin e studimeve të kësaj fushë për cilin ka shumë nevojë sot, jo vetëm administrata, jo vetëm opinioni ynë për njojnë e tyre. Sukses! Evarista, faleminderit shumë gjithë se keni ardhur. Evarista, suksese në mbarësi të punën tonë. Frano të lumë për cilësi që ka punuar gjithmonë, se nuk e lut kurrë me standardin. Me Evaristën nuk di se sa ku ka punuar Evaristo, por faktin nga informacioni personal, komunikimet miqësore me Evaristën, që punën e tij e ka nisë në muajin tetor 2017, mos gabosha, ku na bisedu bashkë.
Edhe po bashkëndashta me Evaristo, ke informacion për fishtën, se normalisht secili kërkon për atëherë për familjen e vet. Edhe interesante këtij regjistri, puna kolosale e pikës pare e Evaristo, është punë pse është e rëndësishme, punë kolosale themon. Regjistri më i vjetër se njohemi a regjistri katastral venecian 1416-1417. Mandej vazhdojmë me defteret Osman 1431, kemi 1467, kemi 1570, 1489, disa po them më të rëndësishmit. Është rëndësishëm dokument, rivalizon u shpreh diku në media kur proncon, rivalizon edhe censuset modern të kohëve tona që po jetojmë, vit, domethënë fillim shekulli 21. Pse? Ka komsin, besimin fetar. Ku ishte bi, më shumë zgjishën e babës të delet e kaçinare, shumë i saktë, kupton. Është në detaje shumë të bukura, edhe nuk i hasim regjistrat modern të sotëm, po them censuset modern, se faktikisht kanë jashtëzakonisht mangësi në krahasim me regjistrin austriak. Kjo tregoni diçka, Perandëria austro-hungareze, për te simpatisë kanë personale si historian, se ajo na ka kriju si shtetnie, se ndoshta do të ishim sot si kurdët, kombi i madh pa shtet fare, pa Austro-Hungarinë, e përkrisht në këtë periudhë kemi pas fatin, do të thënë, nuk ka fat me pushtu dikush, po ne kemi qenë edhe si popull pa fat me pushtues të këqij. I vetmi rast i mirë na është dhënë kur na ka pushtuar Austro-Hungaria. Edhe dallohet qartë kufiri mes sundimit Perandërisë austro-hungareze dhe Perandërisë osmane. Nga një anë ke prapa media, ke Metorinë mentalitet, edhe mentaliteti pak Metorinë, po të krahasosh Bosnjën e Hercegovinën me Kroacinë sot. S'ka nevojë, mjafton. Sa të kalosh kufirin e Kroacisë, ndryshon arkitektura, ndryshon gjithçka, shef Metorinë në rrugë, mentalitet katastrofë. Trashëgimi i Perandërisë osmane. Për sa për austro-hungarisë, ne më vjen shumë keq se ka humb luftën e parë botërore. Para. Jashtëzakonisht keq, edhe një katastrofë edhe për ne si popull që ka humb luftën e parë botërore, sepse për aq kohë sa ne të austro-hungarezët ndërtuan ura, ndërtuan rrugë, më shumë se italianë përpara. Ne për shembull përmend vetëm rastet kur kanë ndërtuar Dekovillin nga Shkodra, hekuruset rrishin kuajtet rrishin vagonat nga Shkodra deri në Shëngjin. Ekzistojnë foto dhe përveç dokumentave. Çka kemi bënë me largimin e Austro-Hungarisë? I kemi vjedhë, kanë përdorur betanda hardhia shqiptar, ta kupton sa po largua Austro-Hungaria në 1918. Asnjë shinë, asnjë zhurmë nuk zgjedhën prej tyre. Kanë ndërtuar urën e zogut fillimisht, pas se ndërtoi Ahmet Zogu. Kanë hedh bazat, po themi, kanë asfalti i parë që vun tokën shqiptare vu prej austro-hungarezëve. Por kanë nisë rrugët, infrastrukturën gjithçka. Përveç kësaj ky regjistër është një nder i madh, një ndihmë e madhe që na jep ne si popull, ne si historian, sidomos po edhe si secilit prej jashtë. Është detyrim bile obligim moral që gjithë secili prej jashtë, paktën në zonën austro-hungareze ku është sundume, ku janë nështruar dhe këtij censusi, duhet ta ketë një libër, paktën në zonën vet, ta ketë në familjen e vet, në mënyrë se të shoh paraardhësit, të shoh linjen edhe pemën gjenealogjike, është një ndihmë e madhe se ne ta dimë se nga kemi ardhur, po nuk e dimë nga kemi ardhur, se dimë se nga do shkojmë. Po ta krahasojmë dashje se ta mbyll, mos zgjatëm shumë, sepse në luftën e parë botërore, sot i panoramë përgjithshme, Shqipëria vërtet në Austro-Hungarinë, Shqipëria mesme dhe pjesa më e madhe e jugut, kryeqyteti Shkodra, meriton me qenë kryeqytet, me qera fjala për Shkodrën, meriton saktë me qenë kryeqyteti i Shqipërisë, i plotson gjitha kushtet. Austriakët e zgjedhën se ishin të zgjuar. Austriakët përveç këtij procesi të regjistrimit, fillon të parë që ndryshon edhe emrat, ndryshon edhe mbiemrat, heqën toponime slave, bullgare, serbe, etj. Hoqën mbiemrat osman, fillon duke vënë emrat e parasë më përpara, me saktë Evaristo, gjithçka. Nisën një proces që ne s'e kemi përfunduar kurrë. E nisën ata ne s'arritëm ta përfundojmë akoma edhe ditët e sotme. Po jemi me fat se na sundoi Austro-Hungaria prapë lidhe me regjistrin. Franca se ka bërë diçka të tillë tek Parisi i vogël, si thënë në thojza, Parisi i vogël i Shqipërisë. Në sundim ka pas Korçën, Kolonjën edhe Bilishtin e sotëm Devollin. As Italia se është një shtet serioz, ka qenë gjithmonë serioz dhe shumë kujdesshëm në këtë aspekt, nuk e kanë bërë në regjistre të tillë me Vlorën, Tepelenin, Firen, Sarandën e tjerë, zonat që kanë pasur në sundim luftën e parë botërore frano. Drejtën, mora shkas nga një fjali shumë e bukur e profesorit e Paulinit, unë e thamë me një ndriton, që thanë lidhe me historinë. Të gjithë e dim që akuza më e poshtër që na bëjnë sër të ne është që thotë ju nuk keni histori, se nuk keni arkiv, se nuk shkruni. Dhe kundërta, arma më fort kundër kësaj teorie kriminale është pena e Frashëdemës Kosovës, e Farijarës Kosovës, edhe të rëpërpi Shqipërisë, po thëmë ato që janë të jashtëzakonshëm, që shkruajnë bukur për gjithë hapësirën shqiptare nga nishin prevez, dhe në këtë rast kam të drejtë të lavdëroj me realizëm edhe pendën shumë modeste të Evaristos, i cili realizon dy thanjet e mrekullueshme, lejtmotivin amerikan, jo çfarë bën Amerika për mua, çfarë bëj unë për Amerikën, çfarë bëj unë për Shqipërinë, dhe mua dhe Nën Tereza, s'mund e dim gjithë. S'mundi me bëj gjëra të mëdha, bani gjëra të vogla, me dashni të madhe, megjithëse nuk ka gjë vogël. Dhe në fund çka shef me një si për anekdotë dhe shumë e bukur, do me thënë se, për një anekdota.
Kur shkoj thote në kancelerit, Europiane thonë, erdhi princi i Shqipnis. Kur kthehem, vindurs, po, erdhi kapedani i Mirdicë. Kur shkon në Rosh, thonë, erdhi këteshi i Bibdoc. Atëherë, Evaristoja, as nuk është princi, as nuk është kapedani, por nuk është as teshi i Bibdoc, po është prende ndritun e Lezhës. Faleminderit. Edhe unë personalisht sot e shoh për herë të parë, por e njoh nëpërmjet veprave të tija të më përparshme, kur para 10 viteve po ngrumulloja dokumentacion për kryen e temës së doktoraturës, një kapitull ishte Kuvendi i Arbrit, dhe më sugjeru në librin e parë të Evaristo Colit. Parë që kisha të bëjë me një studius shumë serios, që nga mënyra e kronologjisë, por edhe vërtetësisë të dhënave, dhe kur më erdhi sot ftesa, madje 3 ftesa për këtë promovim, erdha me kënaqësinë më të madhe sepse e di që kemi të bëjmë me një studius që ja vlen jo vetëm kjo pjesëmarrje, por ndoshta edhe më shumë. Të uroj vetëm suksese. Steka duhet jetë gjithmonë këtu e lartë, pra mos ta ulim nivelin e studimit të dhënave shkencore, sepse vetëm kështu arrim të marrim gjallë historinë e kombit ton, identitetin ton kombëtar. Ju falenderoj. Suksese.